Njeriu sprovohet nga veprimet e tij, jo nga fjalët e tij. Kjo thonje thekson se veprimet kanë rëndësi më të madhe se fjalët. Na kujton se veprat tona janë pasqyra e vërtetë e karakterit dhe besimit ton. Allahu vazhdimisht thekson rëndësinë e veprave të drejta në Kur'an. Për shembull, në surën Asr, Allahu thotë: "Pasha kohën, e me të vërtetë, njerëzit janë në humbje, përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, e këshilluan njëri tjetrin për të vërtetën dhe që këshilluan njëri tjetrin për durim." Ky ajet thekson se suksesi i vërtet qëndron si në besim, ashtu edhe në veprime të drejta. Thjesht, deklarimi verbal i besimit është i pamjaftueshëm nëse nuk shoqërohet me vepra të drejta. Në mënyrë të ngjashme, në surën Huxhurat, ajeti 15, Allahu thotë: "Besimtarë të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtarë të sinqertë." Këtu, Allahu thekson se besimtarë të vërtet janë ata që jo vetëm besojnë, por edhe luftojnë me pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut. Veprimet e tyre tregojnë sinqeritetin dhe përkushtimin e tyre ndaj besimit të tyre. Kjo përputhet në mënyrë të përkryer me thënien e Imam Aliut, i cili na kujton se veprimet tona janë masa e vërtetë e besimit ton. Pasojat e kësaj thënie janë të thella. Na kujton se nuk mund të mbështetemi thjesht në fjalë boshe ose pretendime besimi. Ne duhet të përpiqemi të përkthejmë besimet tona në veprime që përfitojnë veten dhe të tjerët. Veprimet tona duhet të pasqyrojnë mësimet e Islamit dhe vlerat e drejtësisë, dëmshurisë dhe drejtësisë. Për shembull, nëse dikush pretendon se është një person i dëmshur, por nuk angazhohet në mënyrë aktive në akte dashamirësie dhe bamirësie, pretendimi i tij ka pak peshë. Nga ana tjetër, një person që tregon vazhdimisht dëmshuri përmes veprimeve të tij, të tilla si ndihma e nevojtarëve, kujdesi për të moshuarit dhe shfaqja e ndjeshmërisë ndaj të tjerëve, mishëron vërtet thelbin e dëmshurisë. Kjo thonje shërben edhe si motivim për vetë mendim dhe vetë aftësim. Ai na inkurajon që vazhdimisht i vlerësojmë veprimet dhe synimet tona, duke kërkuar t'i parafrojmë ato me mësimet e Islamit. Na kujton se fjalët tona duhet të jenë pasqyrimi i veprimeve tona dhe veprimet tona duhet të jenë pasqyrim i besimit ton. Si përfundim, thënia e Imam Aliut përmbledh bukur rëndësinë e veprimeve mbi fjalët. Na kujton se do të sprovohemi dhe gjykohemi në bazë të veprave dhe qëllimeve tona. Ajo na nxit të përpiqemi për drejtësi dhe sinqeritet në të gjitha aspektet e jetës sonë. Allahu na dhënë të aftësinë për të mishëruar këtë thënie në veprimet tona dhe na udhëzoft në rrugën e drejtësisë.